Sot në klinë e pranit të 10 bashkëluftëtarëve, zyrtarëve komunale dhe përvazhuesve të organizatave të dala nga lufta, u bën humazhe në nderim të 27 vjetorit të rënjes së dëshmorëve Arben Haliti, Faruk Elezi, Gjezari Sylla, Arben Krasniqi, Isuf Morina dhe Mirë Xheneli. Ceremonia përkujtimore nisi në orën 9 në varrezat e dëshmorëve të Kodra e Kuqe në Garbanicë së Klinës, ku vendosën lule dhe u mbajtën 1 minutë heshtje përndër të Gjezari Syllës, Arben Krasniqit dhe Isuf Morinës. Në orën 9:30 homazhet vazhduan në vendin e rënjes së dëshmorit të komit Mirë Xheneli në fshatin Dollov, emrin e të cilit e mbante edhe brigada 132 e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në orën 11 nderimet u zhvilluan pranë busit të dëshmorit Arben Haliti në oborrin e komunës së Klinës, si dhe pranë busit të dëshmorit të komit Faruk Elezi, edhe aty u vendosën lule dhe u mbajtën 1 minutë heshtje. Me këtë rast kryetari i komunës Zenon Elezi tha se kujtimi për Arben Halitin dhe sakrificën e familjes së tij për lirinë e Kosovës mbeten gjithmonë të freskëta. Për Farukun ai tha se ndan kujtime personale dhe se ai dha me të shtrenjtën jetën për lirinë që sot ne gëzojmë.